Si pak kjo pjesa e futbollit për me prezentu. Do me thonë, do të me pas pak pasion. O mirë, neve po bëjmë muhabetin, nuk mundesh ty s'kësho. Ima dhe sy unë. Edhe sy. Ishte çështje etike. Kush është me radhë? Ku të nemi pa radhë, se me radhë. Ishte çështje për Mirë stomak, është i pari, mirë dhe ndosë. Pasë unë kam njishin. Ka njishin mirë. Mirë bërë. Sa mirë ecim ne si qift. Jemi çifti simpatik. Qifti toksik. Ne do hymë në kuzhinë, do bëjmë kajvez. Doni? Jeni? Ka, le dorë. Jo, falim. Zime. A doni vezme? Sy, omlet. Jo, po vinë orari për drekë. Jo, unë nuk dua ta një. Jo, shumë po priti që po bëjmë. Ta rregullojmë shumë me Dashi. dielli. Kolegës tonë që ka qenë në sport, si Marina. Qampoti më. Po në gjanë. Unë Sindin e kam i takuar njërë Po një në gjanë. të një Është brendi. ka qenë mi Sindin dhe është shumë e bukur edhe shumë linga. Dhe ti më ngjan me ata dhe ajo Është yll, po. Shumë e bukur. Po, shumë e bukur. Edhe ti mos jeta të vajbin e Sindit. Ka dalë një univers. Po, klasike edhe nga Edhe flokët, edhe bjonde, edhe flokët, edhe sujt edhe. I love her, shumë Po, vajzë. Është shumë e mirë ndërsi. Edhe nga që ma kujtove, edhe ndonjëherë karakteri i bën njerëzit edhe shumë më Shumë bukur. më Po, patjetër. Edhe nga shinjata anën e mirë, Po. kam shumë respekt Po, për ta Po haj. thoya që vjet, mos gaboj. Atë lipstikin mat. Vjet ka qenë Europian? Mora një ftesë rastësisht në një nga Panelet që ngjan me panelet, Okej. hapse, Do ta edhe nuk bëj kisha shumë dhurat informacion. pastaj. Pa i gazetari ndihmoj, kupton? E di që më pëlqeu. Normal që Po, të dhe pas prezantimit të festivalit u bë Topi Art që bën Fashafëja. Edhe prezantuese. Po, e di. Bëra dhe atë, edhe një periudhë po e mendoja veten në moderim në lidhje me sportin. Nuk e di pse më tërhoqi shumë. Ndoshta nga që jemi dhe vajza, edhe të çon më shumë kuriozitet për të studiuar, për të parë, për të njohur. Ambienti shumë. sportiv. Unë them Kështu gjithmonë mendoj që që edhe shijon shumë punën tënde. shijon dhe unë them gjithmonë që është shumë më mirë të punosh me meshkuj se sa të Po, punosh me o zot. femra. Po, Nuk e mbaj mend kujt ja thash nga ju. Nuk e di, Që por unë e femrat kam janë në xheloze. jetë dentistin, shumë njerëz domethënë që më lidh puna, zgjedh i ke meshkuj. Është e çuditshme, kurse mua më kanë qendruar pranë, jo edhe meshkuj, po më shumë femra. Me të vërtetë. Jo, unë e kam më kollaj të merrem vesh me një djalë. Po, edhe unë gjithmonë me djem kam punuar. Pse mendoni që janë xheloze? Vajza ka natyra pa dashje Unë bën mendoj xheloze. që kur meshkujt në profesion bëhen xheloz, janë 2 milion herë më keq. Po se një femrat. mashkull në profesion asnjëherë kurse si nuk e paralizon Jo, vetëm një ti e femër. tjetër gjë, po, patjetër. E vërtetë është dhe kjo që thua ti. Dhe sa femra hajnë në Sidomos dhënë. në U mendoj që këngë për shembull. keq më vjen ta them se unë jam super suportuese e gocave. Jo, nuk është femër. Po pra, unë nuk po them që jo. Pa dashje, është nga natyra, kupton nga natyra. Për shembull, po timin e tani me gjithë çunat edhe ti jem vetëm unë me birkenën e zëm, edhe të marrin gjithë vëmendjen birkena, bie fjala. Ti bësh fillon xheloze? dhe Ti bësh xheloze? e çunave, ti fillon edhe Ti bësh xheloze? jo bësh xheloze. Ndjesh left out. Ndihesh. Jo unë. Vënë pikë Them në përgjithësi. Edhe shkojnë te kjo, vënë pikë pyetje prezencën tënde aty. Atëherë është problemi yt, s'është problemi brigena. Jo, Nëse brigena është kjo është natyrshme. Gjujmë brigena. Është instinktive më, është njerëzore. Se duhet të jetë xheloze unë për brigenën. Si definon mendimin e njerëzve aty. Të marrim si shembull brigenën. Një shembull. Po nëse ti ndikohesh, ke probleme me personalitetin, personaliteti Jo të dobët. ndikohesh, që është një farë xhelozie e fshehur, natyrore është. Femra me femrën se nuk e mund. Detyrimisht duhet të jetë, domethënë ka lidhje me seksin kjo gjëja. Duhet të jetë femra, domethënë duhet të Unë ketë jam xhelozi. femër dhe e kam djerë me femrat më shumë sa me meshkujt. Si një mashkull, kurse si s'mund të jetë xheloz për vëmendjen që marr unë. Pra ti nuk je feministe. Jo, unë jam feministe, por Po si mund të jesh feministe dhe Të thua gjitha që femrat vajzat- janë xheloze më shumë se sa meshkujt? Në Mua për shembull sens personalisht, xhelozie- unë nuk jam feministe fare, domethënë unë besoj tek gjërat e drejta. feministe. Por unë mendoj që femrat, për shembull në rastin tim, mua më kanë kur bëj një përllogaritje, mua më kanë qendruar shumë femra afër dhe më kanë dhënë një krah shumë të madh femra. Por jo, absolutisht asnjë gjë s'është absolute. Patjetër, Po has shumica mendojnë këtë gjë. Unë e kam femër, nuk e kam mashkull. Patjetër, Se po. do ishte kundërta, kupton? Dhe shoqja ime e ngushtë është e ngushtë
për mua, sepse nuk ka xhelozi. Patjetër. Se t'ishte kundërta, patjetër që s'do kishin të marrëdhënie. Do Po të bëhet them, në një profesion, femër me femër, bie fjala, të paktën në të Okej, ti edhe balerinë, Në të dhe prima fushë balerina bëjnë është vetëm një, kështu që është ajo gjëja që thuat. Edhe në këngëtare. Po jo, unë mendoj, Një sa solo, po një ta soliste thash, ka. këngëtarët, jo, këngëtarët, ka këngëtar meshkuj që mund të jenë shumë më xheloz, sa po ta thash, se sa këngëtarët femra. Beson te kjo gjë. Femër me femër. Më kupton?